Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çaji i dafinës dhe karafilit duke u përgatitur në këtë mënyrë kuron dhimbjet e shpinës dhe të nyjeve. Çaji i dafinës është një nga alternativat më të mira ushqyese që mund të shtohen në dietën tuaj. Përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt do t'japë rezultate fantastike edhe në përmirësimin e imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kombinimi i çajit të dafinës me karafil, duke u përgatitur në këtë mënyrë, do të jetë një lehtësues shumë i mirë i çështjeve tuaja imunitare. Karafili dhe gjethet e dafinës mund të funksionojnë në kombinimin e tyre së bashku. Përpara se të vazhdoni me përgatitjen e këtij çaji, ja vlen të kuptoni mekanizmat e përbërësve të tyre. Dhe për këtë arsye të mirë, ato janë të pajisur me përfitime shumë të dobishme në lehtësimin e dhimbjeve të shpinës dhe atyre të nyjeve. Gjethet e dafinës, veçanërisht vaji esencial që ai përmban, kanë veti të mira antiinflamatore dhe analgjetike natyrore që përmirësojnë gjithashtu edhe efektet e eugenolit. Përdorimet e zakonshme kundër reumatizmit përdoren gjithashtu edhe për të masazhuar dhe qetësuar dhimbjet tuaja. Ndaj në këtë rast do ta keni më të lehtë të përmirësoni çështjen tuaj imunitare dhe të lehtësoni një sër komplikacionesh në kombinimin e këtyre dy produkteve mjaft të thjeshta me dobi të mira për shëndetin. Këto virtyte gjithashtu mund të gjenden në kombinimin e karafilit me gjethet e dafinës. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë 3 karafila, 2 gjethe dafine të thatë, gjithashtu ju duhen edhe rreth 300 ml ujë. Këshilla e përgatitjes së kësaj recete është shumë e thjeshtë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në lehtësimin e çështjeve tuaja, sidomos edhe atyre të problemeve të nyjeve. Filloni duke vendosur gjethet e dafinës në një tigan. Pastaj mund të shtoni ujë për rreth 5 minuta t'i lini të zjenjë. Sapo të ketë kaluar kjo kohë, hiqeni nga nxehtësia dhe shtoni në të karafilin. E lini derisa temperatura e çajit jetë sipas dëshirës suaj dhe filloni ta përzgjeni. Më pas e konsumoni të paktën 1 filxhan çdo ditë. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në përmirësimin e çështjeve tuaja imune, gjithashtu edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Rezultatet do të jenë fantastike. Ekspertët tregojnë se zgjerrja e dafinës dhe karafilit së bashku do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar gjendjen tuaj imunitare. Kombinimi i këtyre dy përbërësve me njëri tjetrin do të sjellë një përmirësim të sistemit tuaj tretës. Gjethet e dafinës përmbajnë përbërës që stimulojnë sekretimin e enzimave tretëse, duke ndihmuar kështu në zbërthimin e ushqimit. Karafili e plotëson këtë duke reduktuar fryrjen, gazra dhe dispepsin, duke siguruar kështu një proces më të qetë gjatë tretjes. Ka veti të mira antiinflamatore. Si gjethet e dafinës, ashtu dhe karafili janë të pasur me komponentë të mira antiinflamator. Pirja e infuzionit të tyre mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit të trupit, duke ofruar lehtësime në kushte si artritit dhe dhimbjet e përgjithshme të kyçeve, citon dhe Elsaj. Sistemi juaj imunitar do të përmirësohet. Karafili është një centrale elektrike antioksidantëve, ndërsa gjethet e dafinës përmbajnë vitamina thelbësore si vitamina C. Së bashku ato forcojnë sistemin imunitar duke ndihmuar trupin të luftojë infeksione dhe problematikat e njëpasnjëshme. Përmirësohet shëndeti i frymëmarrjes. Vetitë antimikrobike të karafilit të kombinuara me efekte qetësuese të gjethteve të dafinës bëjnë këtë infuzion me efekte zbutëse për problemet e frymëmarrjes të tilla si kolla, ftohjet dhe gjithashtu edhe problemet e kongestionit. Kombinimi i karafilit me gjethe dafine do të sjellë gjithashtu rezultate fantastike edhe në reduktimin e problemeve të stresit. Aromat qetësuese e gjethteve të dafinës dihet se relakson mendjen dhe redukton gjithashtu dhe ankthin. Kur shoqërohet me karafil, të cilat mund të përmirësojnë gjendjen shpirtërore përmes vetive të tyre ngrohëse, kombinimi i kësaj pije krijon edhe një efekt qetësues më të mirë për sistemin tuaj kundër stresit. Do të ofrojë një kontroll më të mirë të luhatjeve të sheqerit. Studime sugjerojnë se gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në rregullimin e luhatjeve të sheqerit, duke I bërë ato të dobishme për individët me luhatje të tilla.
Karafili ndihmon ndjeshëm edhe ndaj insulinës, duke ofruar një shtresë më të mirë të menaxhimit të sheqerit. Do të mbështesë edhe shëndetin tuaj oral. Karafili është i famshëm për veçoritë e tij antibakteriale, veçanërisht kundër bakterieve orale që shkaktojnë errën e keqe të gojës dhe problematika të mishrave të dhëmbëve. Gjethet e dafinës mund të shtojnë në një efekt të butë astringent duke promovuar më tej edhe shëndetin tuaj oral. Do të përmirësojë gjithashtu edhe në detoksifikim. Ky infuzion vepron si një detoksifikues natyral duke pastruar trupin nga toksinat e dëmshme. Gjethet e dafinës stimulojnë funksionin e veshkave, ndërsa karafili do të mbështesë shëndetin e mëlçisë, duke arritur kështu detoksifikimin e përgjithshëm të gjithë trupit. Do të ndihmojë edhe në lehtësimin e dhimbjeve tuaja. Vetitë analgjezike të karafilit të kombinuar me përbërës antiinflamator në gjethet e dafinës e bëjnë këtë pije vërtet efektive, edhe për zbutjen e dhimbjeve të lehta. Ai do të përforcojë shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë rutinë, dy përbërës të njohur që forcojnë kapilarët dhe përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Karafili i pasur me eugenol ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Kombinimi i këtyre dy recetave në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu në lehtësimin e njësër komplikacionesh. Gjethet e dafinës të kombinuara gjithashtu në dietën tuaj do t'japin rezultate fantastike edhe për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretike që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë gjithashtu edhe ndaj helmeve ushqimore. Përbërjet organike të gjethetve të dafinës ndihmojnë me tretjen, në qetësimin e stomakut të trazuar dhe gjithashtu në problemin e zorrve. Dafina është një lehtësuese shumë e mirë edhe të sistemit tuaj të frymëmarrjes. Duke dhënë rezultate fantastike në këtë drejtim, gjethet e dafinës do të jenë një mundësi e çmuar për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të lehtësuar këto komplikacione. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme si një zgjedhje natyrale shumë efektive. Gjithashtu ai do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund të përdorni edhe gjethet e dafinës. I lagni ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurën e thatë. Gjethet e dafinës kanë efekte të mira antiinflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe do të reduktojnë gjithashtu edhe inflamacionin në organizëm. Do të japin rezultate fantastike në këtë drejtim dhe do të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Dafina do të ndihmojë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të zemrës. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm dhe kanë efekte të mira në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit, citojnë ekspertët e Healthline. Gjithashtu, ato janë në një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemeve të ankthit dhe problemeve të stresit. Dafina ka efekte çliruese, lehtësuese dhe qetësuese. Në kombinim me borzilokun, dafina ka efekte të mira në këtë aspekt. Ndaj edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj kundër luhatjeve të stresit dhe komplikacioneve të njëpasnjëshme. Sigurohuni që gjethet e dafinës t'i keni një prej alternativave tuaja më të çmuara edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.